ai ishte i pa përballueshëm për mënyrën se si kryente këto krime. Pra, duke filluar vrasjet të cilat ai ka kryer thjesht vetëm për lojë, mes shokëve të tyre, duke goditur qytetarë të pafajshëm. Pra, ata kanë qenë gjithmonë në efektin e lëndëve narkotike, kryesisht kanabis sativa, por edhe kokainë, pra përdornin kokainë në atë periudhë dhe aktivitetin e kanë zhvilluar sidomos me grabitje. Pra, qytetarët cilët kalonin tek aksi, pra në aksin rrugor që çonte Berati lidhe me qytetin e Lushnjës apo me Tiranën, që ishte një aks goxha i rëndësishëm, pjesa e Beratit që lidhe me qytetin e Fierit, pra rrugë të cilat qytetarët do kalonin, pra bënin tregti me këto qytete, kalonin për çështje të tjera familjare dhe natyrisht kryesisht merreshin me plaçkitje apo me vjedhje, me grabitjen e qytetarëve që kalonin aty. Dhe duke marrë një emër për keq kjo bandë, e cila ishin kthyer në tmerrin e qytetit të Beratit. Pra, krimet që ka kryer Altin Darda ka qenë kryesisht, jo kryesisht, por përgjithsisht të gjithë ata të cilët ka vrarë kanë qenë njerëz të pafajshëm dhe gjeti rezistencën e vëllezërve Tomori, të cilët për shkak të vrasjes njërit prej vëllezërve filluan që të tjerët të angazhoheshin dhe ta merrnin seriozisht vënien në shënjesër dhe zhdukjen e Altin Dardës. Dhe ndaj tij janë kryer një sër atentatesh, pra atentate të cilat kanë rezultuar të pa suksesshme, por kemi dhe kundërreagimin e Altin Dardës, pra duke u maskuar edhe me ambulancë, pra me ambulancë ka shkuar dhe ka terrorizuar, pra ka vrarë njerëz të pafajshëm qytetarë në zonën apo në lagjen Vakaf. Dhe në atë kohë kemi edhe zotin Mithat Avari, i cili shkoi, pra ai u caktua pas ngjarjeve të 97-s, ishte kryekomisar drejtuesi i komisariatit policisë Berat. Natyrisht ka bërë një punë të jashtëzakonshme për zhdukjen e bandave, për vendosjen e shtetit ligjor dhe të ligjit në atë periudhë. Dhe në atë kohë ka pasur një bashkëpunim mjaft të ngushtë policisë dhe qytetarëve të cilët ishin në zonën e Vakafit apo në zonën e 30 Dhjetorit, në mënyrë që të kishte një lloj bashkëpunimi dhe neutralizim të Altin Dardës. Për pa sukses, ai ka shpëtuar. Pse ishte kaq i rrezikshëm Altin Darda? Pse ishte kaq i mistershëm? Çfarë bëri që ngjitej në ato podium që edhe flitet sot e kësaj dite? Atëherë gjithë imazhi që ai kishte krijuar, pra vrasjet makabre që kishte bërë, vrasjen e plejve, pra ishte i pamëshirshëm edhe tek fëmijët të cilët ishin adoleshent, tek plejt, pra duke i marrë dhe në shënjesër. Pra ai kishte një famë për keq, pra një tmerr, ishte kthyer në tmerrin e qytetit Beratit dhe në momentin që ligji, shteti nuk funksionoi në atë periudhë, natyrisht që shumica e qytetarëve që ishin qytetarë të thjeshtë dhe duhet ta pranojmë që shumica e njerëzve donin qetësi dhe nuk donin të konfliktoheshin për shkak sepse nuk kishin mbështetjen e shtetit dhe të gjithë familjarët apo njerëzit të cilët nuk donin të përfshiheshin në këto situata, mundoheshin që t'i shmangnin ato dhe natyrisht që të kryenin një lloj distancimi nga këta bandit, të cilët në një anë ishin gjakatar, ishin primitiv, por nga ana tjetër ishin edhe keqbërës sepse ishin plaçkitës. Pra gjithë furnizimi apo mbjetesa ekonomike apo mbajtja e këtyre bandave apo kësaj bande ka qenë
të jesh peshkitja, sepse nuk ka pas të ardhur tjetër. Grabitja, peshkitja, gjurmoni njerëz cilët ishin marrë me biznes dhe i shkonin në shtëpi i vidhnin, apo edhe ato vidhjet cilat i prekën pak më sipër në rrugët nacionale ku grabisin qytetarët e pafajshëm. Dhe kjo është diçka e natyrshme që nuk ka ndodhur vetëm në qytetin e Beratit, por në shumicën e qyteteve të Shqipërisë, ku shumica e qytetarëve mundoheshin që të stepeshin në atë jetën e tyre familjare dhe të kishte një lloj komunikimi, bashkëpunimi me njerëzit e ngushtë, me familjarët, farefisin, miqtë e ngushtë, sepse kemi pas shumë raste ku me rënien e shtetit kemi edhe një lloj shpërfytyrimi të njerëzve të cilët e nxorën veten e tyre në momentin që shteti i ra. Pra, në momentin që shteti pushoi së funksionuari, shumë qytetar, shumë njerëz filluan që të shfaqin anën negative dhe një prej tyre ishte edhe Altin Dardha, por ai u plagos, pra në momentin e plagosjes së parë u zhduk një periudhë, pra duke shkuar dhe jashtë në atentatin e parë që pati, dhe ai mori një plumb në sy, ku syrin e hoqi, edhe vendosi një sy tjetër, pra një sy plastik, i cili duke si një sy i vërtet, me kurimin e tij dhe me marrjen filloi edhe që të merrte një rigjenerim dhe ta merrte veten, ai u rikthye sërish në qytetin e Beratit në mënyrë që të hakmerrej ndaj vëllezërve Tomori dhe ndaj bandës, jo ndaj bandës, por ndaj grupimit që ishte në zonën e Vakafit. Dhe për këtë filloi edhe që të bënte një lloj ndryshimi edhe në imazhin e tij, duke u tjetërsuar si femër, pra duke vënë paruke, duke u veshur si femër në mënyrë që të jetë e lirshëm, dhe ai filloi të bënte disa vrasje, pra në zonën e 30 vjetorit, pranë stadiumit, ku ka vrarë shumë kundërshtarë të tij, vetëm sepse nuk u diktua. Pra, ata menduan se e kishin vrarë Altin Dardha në atentatin e parë, por Altin Dardha u maskua si një femër, duke vënë paruke, ishte veshur me veshje femre dhe tregojnë që momentin që e ka shkuar, ka qenë me makinë dhe askush nuk e ka diktuar. Veshjen e ka pasur me paruke, pra paruket kanë qenë të gjata, një veshje ekstravagante, pra duke fiks si një grua apo si një femër. Në momentin që ka dalë nga makina, atëherë ka nxjerrë Kalashnikovin dhe i ka sharuar personat cilët ishin në lokal pranë stadiumit Dinamo, duke vrarë kundërshtarët, tre prej kundërshtarëve të tij kryesor.